Mirë se vini në kanalin ton Fuqia e Trurit. A ju ka ndodhur ndonjëherë të ndjeni të lodhur pa motivim dhe thjesht pa dëshirë për të bërë ndonjë gjë? Ndonjëherë mund ta quajmë dembelizëm, por çka nëse është diçka më e thellë si depresioni? Sot do të flasim për dallimin mes këtyre dy gjendjeve, si t'i dallojmë dhe çfarë mund të bëjmë për të ndihmuar veten ose dikë tjetër. Qëndroni deri në fund sepse do të ndaj edhe disa këshilla praktike që mund t'ju ndihmojnë. Dembelizmi në shumicën e rasteve është një zgjedhje e vetëdijshme, kur kemi energji dhe aftësi për të bërë diçka, por nuk e bëjmë thjesht sepse nuk kemi dëshirë ose motivim të mjaftueshëm. Zakonisht, nëse dikush na jep një stimul apo një shpërblim, mund të motivohemi për të vepruar. Nga ana tjetër, depresioni nuk është thjesht një mungesë motivimi, por një gjendje emocionale dhe psikologjike që ndikon në mënyrën se si ndjejmë, mendojmë dhe veprojmë. Njerëzit që përjetojnë depresion shpesh ndihen të lodhur, pa energji dhe të paaftë për të gjetur kënaqësi në gjërat që dikur i pëlqenin. Edhe pse mund të kenë kohë të lirë, asgjë nuk i duket e rëndësishme ose e vlefshme për t'u bërë. Si t'i dallojmë këto dy gjendje në jetën e përditshme? Ka disa shenja të qarta që mund të na ndihmojnë të kuptojmë nëse po përballemi me dembelizëm apo me depresion. Nëse dikush është thjesht dembel, ai mund të shmang punët ose detyrat, por në momentin që ndjen motivim të mjaftueshëm, qoftë përmes një stimulimi të jashtëm, një shpërblim apo një detyrim, ai mund të fillojë të veprojë. Për më tepër, dikush që është dembel nuk do të ndjejë lodhje të thellë emocionale apo një trishtim të vazhdueshëm. Nëse pushojnë dhe argëtohen, ndihen më mirë dhe ndoshta rikthehen me energji më të madhe. Por nëse bëhet fjalë për depresionin, është ndryshe. Depresioni nuk është thjesht mungesa e dëshirës për të bërë diçka, por është një ndjenjë e thellë e zbrastisë dhe mungesës së kuptimit në çdo aspekt të jetës. Nuk ka rëndësi sa orë pushon ose sa shumë përpiqesh të relaksohesh. Lodhja emocionale është gjithmonë e pranishme. Gjërat që dikur të sjellin kënaqësi tani më nuk kanë asnjë efekt. Edhe aktivitetet e thjeshta si të zgjohesh nga shtrati apo të bësh një dush mund të duken të rënda dhe të pamundura. Nëse këto simptoma zgjasin për më shumë se 2 javë dhe fillojnë të ndikojnë në punën, marrëdhënien dhe në jetën e përditshme, atëherë nuk bëhet fjalë për dembelizëm, por është depresion dhe është e rëndësishme të merret seriozisht. Çfarë mund të bëjmë për ta përmirësuar situatën? Nëse po ndjeni të bllokuar në një cikël lodhjeje ose mungese motivimi, ka disa hapa që mund t'ju ndihmojnë të rifitoni kontrollin mbi jetën tuaj. Së pari, përpiquni të reflektoni mbi ndjenjat tuaja. A është kjo thjesht një mungesë dëshire momentale apo një ndjenjë e thellë dhe e vazhdueshme e lodhjes emocionale? Mbajtja një ditari ku shkruani çdo ditë se si ndiheni mund t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë situatën. Më pas, vendosni objektiva të vogla. Kur ndjeni të lodhur emocionalisht, edhe detyrat më të vogla mund t'ju duken të pamundura. Prandaj, mos e ngarkoni veten me pritshmëri të mëdha. Filloni me diçka të vogël, të dilni për një shëtitje të shkurtër apo të sistemoni një pjesë të dhomës suaj. Çdo hap i vogël është një fitore. Gjithashtu, përpiquni të përfshini aktivitetin fizik në rutinën tuaj. Lëvizja e trupit, edhe nëse është vetëm një shëtitje e shkurtër, ndihmon në lirimin e endorfinave, hormonit të lumturisë, që mund të përmirësojë ndjeshëm gjendjen tuaj mendore. Një tjetër gjë që mund të ndihmojë është krijimi një rutine. Kur nuk kemi një strukturë të qartë në ditën tonë, gjithçka mund të duket e paorganizuar dhe pa kuptim. Përcaktoni një orar për gjërat bazike si ngrënia, gjumi dhe aktivitetet e përditshme. Kjo mund të sjellë një ndjenjë stabiliteti që është e rëndësishme për shëndetin mendor. Por më e rëndësishmja nga të gjitha, nëse ndjeni se simptomat e depresionit po ndikojnë ndjeshëm në jetën tuaj, mos hezitoni të kërkoni ndihmë profesionale. Depresioni nuk është diçka që mund ta kalosh thjesht duke u munduar më shumë. Nuk është një gjë për të cilën duhet të ndjeni fajtor. Kërkimi i ndihmës është një hap i madh dhe i guximshëm drejt shërimit. Dembelizmi dhe depresioni mund të nduken të ngjashme, por janë dy gjendje shumë të ndryshme. Nëse ndjeni të lodhur dhe të pamotivuar për një periudhë të gjatë, mos e injoroni këtë ndjenjë. Kujdesuni për veten, krijoni zakone të shëndetshme dhe nëse është e nevojshme, mos ngurroni të kërkoni ndihmë. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla, bëni subscribe, like dhe comment.